إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد falendrimi qoftë Allahut Azza wa Jall. Salavat dhe selamet e unatërgojnë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik, dhe të gjithë atyre që e pasuan dhe ndjekin rrugën e tij më të mirë deri në ditën e gjykimit. Vazhdojmë me ligjëratën për jetën e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam, për jetën e njeriut me të mirë, njeriut me të zgjedhur dhe njeriut me të dashur të Allahu subhanahu wa ta'ala, njëherët dhe krijesës me të dashur të Allahu subhanahu wa ta'ala. Sot vëllezër të nderuar, do flasim për lindjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Padyshim se me lindjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam njeriu ka dalë prej errësirës në dritë, ka dalë prej kufrit në iman, ka dalë prej shirkut në islam, ka dalë prej bidatet në sunet, ka dalë prej xhehenemit në xhenet dhe ka dalë prej humnerës, devijimit, sketerës, ka dalë për në dritën e udhëzimit. Siç thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an, qad ja'akum min Allahi nur, juve ju ka ardhur nga Allahu dritë, wa kitabun mubin, dhe u ka ardhur libër i qartë. Pra Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është dritë, nga se me te ka ardhur drita e vërtetë. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është ai i cili do vulloset vula pejgamberisë. Dhe pas tij Allahu subhanahu wa ta'ala nuk do të dërgon me pejgamber dhe të dërguar. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do jetë i fundit dhe me te do përmbyllet pejgamberllëku. Siç thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith, shembulli im dhe i të dërguarve para meje është sikurse shembulli i një pallati i ndërtuar në formën më të bukur, mirë po ka mbet një tjegull pa vendosur në te. Dhe kush do që e ka vizituar pallat, ka thonë, si kur ti zhvendos kjo tjegull në këtë vend. Thot pejgamberi alayhis salam, unë jam kjo tjegulla plotësuese, që është përsos pallati. Dhe ky pallat vëllezër të nderuar, që është nis me Ademin alayhis salam, dhe është përmbyll me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pra është dini islamet e cilën Allahu subhanahu wa ta'ala i dërgoi pejgambert. E të gjithë thirrën e islam, inna ad-dina 'inda Allahi l-islam, feja e pranuar tek Allahu është feja islame. Pra me islam dhe me një akide kanë ardhur të gjithë pejgambert. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është pejgamberi i fundit. Prandaj ashtu siç pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte më i miri, më superiori dhe më i dalluri për gjitha krijesat,
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vëllezër të nderuar, ishte edhe në prejardhje me i miri, me i nderuari dhe me fisniku. Pra në prejardhjen e lozën e tij e kishte prejardhjen e pastër dhe kishte prejardhjen prej pejgamberve, prej njerëzve të dashur të Allahut subhanahu wa taala. Siç thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith, thot Allahu subhanahu wa taala e zgjodhi Ismailin prej bijve të Ibrahimit alayhi salam. Po prej bijve të Ibrahimit alayhi salam, Allahu subhanahu wa taala zgjodhi Ismailin. Pra zgjodhi që të jetë edhe ky pejgamberi Allahut subhanahu wa taala. Dhe prej bijve të Ismailit, Allahu subhanahu wa taala i zgjodhi Kinanet. Dhe prej bijve të Kinanve, Allahu subhanahu wa taala i zgjodhi Kurejshitit. Dhe prej Kurejshitve, Allahu subhanahu wa taala i zgjodhi bijt e Hashimitve, apo Hashimitet. Dhe thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, dhe prej Hashimiteve Allahu më zgjodhi mua. Pra edhe në prejardhje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është i përzgjedhur. Tamam siç thot Allahu subhanahu wa taala, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Zoti yt është ai i cili krijon çfarë të duaj dhe përzgjedh këtë duaj. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përzgjedhur që të jetë në lozën e pejgamberve dhe të jetë prej fisit dhe familjes më të mirë dhe të jetë njeriu më i zgjedhur dhe më i përdalluar tek Allahu subhanahu wa taala. Një herë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vëllezër të nderuar, është përgjigjja e lutjes së Ibrahimit alayhi salam. Siç ka thonë në një hadith, ana da'watu abi Ibrahim, unë jam përgjigjja e lutjes së babait tim Ibrahimit alayhi salam. E çka është lutë Ibrahimi alayhi salam, pasi që ka ndërtuar Çabën, xhamin më të mirë në tokë, vendin më të shajt dhe më të dashur të Allahut në tokë, atëherë është lutë zbashku me Ismailin alayhi salam. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum. O Zoti ynë, nxjerr të dërguar prej këtujt, pra prej Mekës, prej këtyre banorëve. Allahu subhanahu wa taala ju ka përgjigj Ibrahimit alayhi salam në duan e tij, në lutjen e tij, dhe ka nxjerr pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe gjithashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe unë jam përgëzimi i vllaut tim Isait alayhi salam. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është përgëzim që ka përgëzu Isa alayhi salam, i cili ka jetuar 600 vite para ardhjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e të cilit ju është zbrit Injili, dhe fjala Injil në gjuhën hebraike don të thotë myshdhëdhënëse, apo përgëzim si harrigj dhënës, për arsye se ka dhënë myshdhe për ardhjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra është përgëzimi i Isait alayhi salam, të cilin Allahu subhanahu wa taala i ka treguar fjalët e Isait alayhi salam që u ka thonë ben Israilve, wa mubashiran bi rasuli yati min ba'di ismuhu Ahmed, dhe jam myshdhëdhënës, si harrigj dhënës, përgëzues për një pejgamber i cili do vje pas meje, ismuhu Ahmed, dhe emri i tij është Ahmed. Pra ka përgëzuar për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vëllezër të nderuar, ka lind në Mekë në ditën e hënë. Në ditën e hënë, kur është pyet për agjërimin e ditës së hënë, ka thonë për arsye se në këtë ditë kam lindur. Ndërsa sa i përket muajit dhe sa i përket edhe vitit, historianët edhe dietarët musliman nuk janë të gjithë të dakordum. Edhe nuk janë në ujdi sa i përket muajit dhe vitit.
Ibn Qayyim rahimahullah kur flet për muajin e lindjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e sjell një urtësi dhe thot: Allahu subhanahu wa ta'ala ka fsheh muajin e lindjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo në mënyrë që mos merret si fest apo si ditëlindje dhe si madhrim ai muaj. Po megjithatë, edhe ata që pretendojnë apo që kanë shku në mendimin se ka lind në muajin Rabiul Awwal, e festojnë me vludit. Që do të thotë me vludit ditëlindja e pejgamberit alayhis salam. Dhe në fakt, vëllezër të nderuar, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dihet saktë se në këtë muaj ka vdek. Amo nuk dihet saktë se në këtë muaj ka lind. Dhe kjo na kujton një mësim shumë të rëndësishëm që përsëritet çdo xumë. Ku pejgamberi alayhis salam thot: çdo bidat është dalalet. Dhe çdo dalalet shën zjarr xhenemit, Allahu na ruaj. Prandaj ajoja është që me pasu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në fjalët e tij, në veprat e tij, dhe si çdo shumë në derset në vijim, çdo gjë që ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do ta veprojmë edhe ne. Çdo gjë që e ka thonë ai, do ta themi edhe ne. Dhe çdo gjë që na ka ndaluar, do të ndalojmë edhe ne. Për arsye se pas tij na shpresohet me hinë xhenet. Dhe nuk i hapen dyert e xhenetit askujt, përveç se kur troket pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i pari. Prandaj kur ka lind pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka lind ai i cili do të troket në dyert e xhenetit. Ai për të cilin ditën e gjykimit nuk do të fillohet ndërmjetësimi përveç se kur kërkon ky Allahu subhanahu wa ta'ala me ndërmjetësu, atëherë Allahu azza wa jalla e fillon ndërmjetësimin. Pra, lind pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai i cili Allahu subhanahu wa ta'ala ka marrë në sferat qiellore dhe i ka kaluar 7 këtë qiell, që nuk ka kalu njëri gjallë të sferat qiellore. Ka lind pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai për cilin nuk është betu Allahu subhanahu wa ta'ala në jetën e askujt përveç se në jetën e tij. Dhe ai i cili, vëllezër të nderuar, i zbret librin më madhor, i zbret Kur'ani, të cilin Allahu subhanahu wa ta'ala bën mrekulli të vazhdueshme deri në kiamet. Mos me pas mundësi askush me shtu diçka në te, pas me mangësu diçka në te. Libri i cili është një oqean i pashtershëm, i cili gjithherë jep margaritar të ndryshëm. Nëse don me ditë për të kalumen, e ki Kur'anin. Nëse don me ditë për tashmen, e ki Kur'anin. Nëse don me ditë për tardhmen, e ki Kur'anin. Nëse don me ditë çysh ka fillu krijimi i kësaj gjithësisë, e ki Kur'anin. Edhe para krijimit të gjithësisë, e ki Kur'anin. E çysh të shkatërrohet, e ki Kur'anin. E çysh të ndodhin ngjallja, e ki Kur'anin. E çysh do hi njerëzit në xhenet e në xhenem, pra për këtë botë dhe për atë botë, ky libër ka përfshi çdo gjë, për arsye se është prej dijes së Allahut subhanahu wa taala, dhe është fjala e Allahut subhanahu wa taala, dhe është mrekullie e përhershme që ka marrë Allahu subhanahu wa taala në mbrojtjen e tij, dhe nuk ka mundësi askush me e ndryshu ose me shtu ose mangësu librin e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj ky Kur'an i zbret pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e për cilin Allahu subhanahu wa ta'ala thot: Elhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Falënderimi qoftë Allahut i cili ka zbritur robi i tij librin, e që në te ka bëu që mos të ketë kundërthonje. Pra e falënderon Allahu veten e tij për zbritjen e këtij libri madhështor, dhe e përmend pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me shprehjen robi i tij. Pra robi i tij dashur dhe me zgjedhur dhe me nderuari Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pra Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka lind në Mekë nga baba i tij i cili ka pasur emrin Abdullah dhe i cili kishte vdekur parafisisht 2 muaj para se
të lindë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ndërsa nëna pejgamberi sallallahu alaihi wasallam quhej Amina apo Eminia, dhe e cila kishte jetuar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për 6 vite, pastaj kishte vdekur, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pastaj kishte kaluar në kujdesin e gjyshit të tij Abdul Muttalibit, mirë po nuk zgjat shumë vdek edhe gjyshi i tij, pastaj e lën amanet në kujdestarinë e Muttalibit, i cili e merr në mbrojtje pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe kujdeset për të për afërsisht për 49 vjet e disa muaj, dhe e edukon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i ka qëndru besnik dhe mbrojtje pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa sa i përket gjyshit tina Abdul Muttalibit, tregohet vëllezër të nderuar se kur ka lind pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e ka marr dhe ka shkuar, ka hyrë në Qabe zbashku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe e ka emërtuar me emrin Muhammed, dhe e kanë pyet Abdul Muttalibin se pse emërtove me këtë emër kur nga para arsit e tu askush, edhe në fakt nga arabët askush nuk quaj me këtë emër. Atëherë tha Abdul Muttalibi me shpresë se të lavdrohet në qiell dhe në tokë. Dhe është realizu kjo që e ka pas për qëllim Abdul Muttalibi, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është i lavdruar në qiell nga melaqet dhe në tokë nga besimtarët, dhe nuk thirret e zani vetëm se përmendet emri pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me emrin e Allahut azza wa jall. Pra 5 herë në ditje në ezan përmendet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe Allahu subhanahu wa taala përmend pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe e don më së shumti nga të gjitha krijesat pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Rrëfen nëna pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Aminja, thot përderisa kam bart Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, thot e kam bart pa vështirësi, pa dhimbje dhe pa mund. Për ka dallu shtatzania saj në bartjen ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe ka mendim të dietarëve se kështu ka ndodhur me të gjitha nënat të cilat kanë bart pejgamber, sikurse nëna Musa alayhi salam dhe nëna tjera, sikurse Meriemi alayha salam e cila barti Isën alayhi salam e kështu me radhë. Dhe kur ka lind pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, rrëfen nëna pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka lind duke i vendos durt në tokë dhe ka shikuar nga qielli. Dhe është një ngjarje interesante se si arabët e kanë pas traditë dhe zakon fëmijët e tyre me i dërguna për fshatra, dhe kanë ardhur prej një fisit Benu Saad, kanë ardhur në Mekë për me marrë fëmijët e Mekazve, dhe kanë shikuar ky fis me marrë fëmijët të cilët kanë pas prindër, dhe kanë hezituar me marrë fëmijët të cilët kanë qenë jetima. Dhe gjatë rrugtimit për në Mekë janë ngut karavani dhe njerëzit në mënyrë që t'i marrin fëmijët e pasanikave, ndërsa nëna pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga qumshti Halime es-Sa'dija rrëfen se si për shkak të mjetëve dobta të udhëtimit, një gomar të lodhët dhe një deve cila nuk jep të qumsht, dhe për shkak fëmijës së vogël që kanë pas duke brit nga uria për shkak të mungesës së qumshtit, thot mbetëm mrapa karavanit, dhe kur arritëm në Mekë të gjithë, thot nuk kishte mbetur asnjë fëmijë përveç se Muhamedit. Mirë po thot nuk kishëm dëshirë me marrë jetima, për shkak se s'kishte kush të pagunte për ta. Mirë po në fund të vendosëm që ta marrë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe posa që e merr Halime es-Sa'dija,
radiallahu anha pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, atëherë i vjen qumshti në gjinin e saj. Dhe përderisa burri i saj shkon tek devja, e sheh se devja ka kthy gjinin e saj. Dhe kur fillojnë më kthy për të fisi i vet, këta po prinë karavan, derisa po pyesin njerëzit e karavanit dhe po thonë që është bë me ty e Halime, ti e duke pri, mirë po ka shkuam në Mekë e fundit, thot vallahi kena marrë një fëmijë të bekuar. Prej momentit që kanë vendosur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në prehër, bereqeti dhe të mirat kanë filluar me zbrit në familjen e sajna. Jo vetëm gjatë rrugtimit, mirë po rrefejet se dhe kur jenë shku në fis, thot delet e tyre jenë kthye duke pik gjenjet e tyre pi qumshti, derisa fqinjet e tyre u kanë bërtit fëmijëve të tyre dhe u kanë tho, kullat një baktit ka po i kullosin fëmijët e Halimes e Saadije. Dhe 2 vjet ka qëndru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam te kjo grua dhe ka qëndru në ajër të pastër. Dhe urtësia kësaj që i kanë marrë fëmijët ka qenë për shkak ajrit të pastër dhe për shkak gjuhës së pastër që mësua domethënë fshatra. Mirë po, çka ka ndodhur vëllezër të nderuar? Kur i kanë kthy pas 2 vjetë që kanë posë kontratën, atëherë ka insistu Halimja mja vazhdu e kontratën dhe me lanë prap të kaja me morë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe pas insistimit të saj, Aminja ja jep pejgamberin alayhis salam Halimes e Saadije. Dhe nuk kalojnë 2 muaj ditë, pastaj zbret Gjibrili alayhi salatu wassalam me Mikailin alayhi salam dhe e shtrajnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për tokë përderisa ishte duke lozur me vllahun e tij për qumshti, dhe pastaj e bojnë një operacion pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ja nxjerrin zemrën dhe ja pastrojnë me ujë të Zemzemit në një tas dhe pastaj e kthejnë në gjendjen e mëpashme, pra duke kthyr pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në gjendjen e mëpashme, dhe vllai i tij nga qumshti friksohet dhe ik shpejt vrapon tek nona e vet dhe thot Muhamedi thot ka vdekur, dhe pastaj vrapon me nxitim Halime Saadije dhe e sheh pejgamberin alayhis salam duke ardhur me nxitim nga aja dhe pastaj friksohet dhe kthehet dhe e merr pejgamberin alayhis salam dhe e kthen te nona vet dhe pastaj i thot Amines, merre Muhamedin se bolle kemi mbajtur tek ne, thot ti insistove me mbajt ma gjatë, thot diçka ka ndodhur, se pari heziton me i tregu, pastaj i tregoi për ngjarjen, thot kur Allahu këtë nuk ka me lan, për arsye se këta thot e kum bart në bardh dhe nuk kam pasur dhimt, dhe kur ka lind thot nuk ka lind thot si çdo fëmijë, mirë po ka lind duke shikuar nga qielli dhe e kam pasur një ëndër se si ka ndryshuar thot prej meje pallatet e Shamit, dhe kjo jep me kuptu siç ka thënë Ibn Rejebi rahimahullah se me lindjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam do ndryqosh Shami dhe do ndryqojnë vendet ku do të depërton Islami, feja Allahut subhanahu wa taala, dhe kjo dritë ka sinjalizu dhe ka dhënë indikacion se me ardhjen e këtij profeti dhe me lindjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, atëherë do lind drita dhe do largohet shirku dhe për një kohë të shkurt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke bërdavet dhe duke thirr arrin që me pastru gadishullin arabik dhe pastaj sahabët me vazhdu rrugtimin për një kohë gjithashtu të shkurt deri lindje perëndim me i thirr njerëzit në islam, në fejnë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në dinin fejnë e Allahut, me i thirr njerëzit
të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të cilin e nxori Allahu subhanahu wa taala rahmatan lil alamin, si thot Kur'an, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dhe ne nuk të dërguam ty o Muhammed ndryshe përveç se rahmet, mëshirë për gjitha botrat. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka lind si mëshirë dhe si rahmet për njerëzit, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ka mësuar njerëzve rrugën për tek Allahu subhanahu wa taala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është ndërmjetësues mes njerëzve dhe Allahut. Prandaj, siç e pam, bereqetin e madh tek Halimja dhe familja e saj, kur e morën e pranë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, padyshim që edhe neve na u kthehet bereqeti kur punojna me sunetin e tij dhe rrugën e tij, dhe kur ne mësojna biografinë e tij dhe jetën e tij. Elusum Allahun azza wa jall që Allahut na ringjall ditën e Kiametit me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Elusum Allahun azza wa jall që Allahut na mundson me jetu me sunetin e tij dhe me rrugën e tij dhe me vdek me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Elus Allahun subhanahu wa taala ashtu qysh Allahu azza wa jall na ka udhëzuar me njoft këtë pejgamber dhe me spjegu për këtë pejgamber dhe me ndëgju për këtë pejgamber sallallahu alaihi wasallam. Elusum Allahun që Allahu me na mundsu me jetu me fejnë me të cilën ka ardhur ky pejgamber sallallahu alaihi wasallam, dhe në ditën e gjykimit me umbur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me neve kur dalëm para Allahut azza wa jall, dhe me uringjaz bashkë me te. Wa qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.